Për shembull, nëse thu filani e mban veten me të madh. Veç kjo fjali sa e ranë dokët. Se kur kuçi takon me mbajt veten me të madh. Kur thush Allahu e mban veten me të madh, bin këto supozime që janë për robërin. Allahu po. Ama kur thush për shembull filani e mban veten me të madh, hiç mos fal, më pedim çka i do thon. Domthon i keqo. Po mirë, ku tha kjo i keq? Është në instinktin e njerëzve se kur ti thush dikujt e ma veten me të madh, domethënë i të shoh. Ti thua po çfarë do shoh, ja i të shoh. Dikush kushu që i të shoh, sepse si takon e aja të bo, atëherë domethënë i të shoh. Apo filani e man veten me të madh. Po shumë e ke bën mohabet kur thu, shumë e ma veten filani me të madh. Çka i do dash me thon ti? Sa është ai ku duhet? Unë i të shoh apo. E pse për Allahun s'është ashtu? Se kur thu për Allahu është dhul kibria, e ma veten me të madh. Pse për Allahun domthon hasha nuk është e shame? Sepse i takon. Sepse i takon. Kjo është në çdo cilësi vëllazër. Në çdo cilësi. Por që Allahu ti takon sejdja. Me i thon filanit, ati i takon sejdja, i shkon tamam? Jo, se s'takon. Nuk takon.